Një vit më parë ndodhi shpërthimi në kanalin i Bërlepens, i cili nga institucionet e Kosovës u vlerësua si akt terrorist dhe orkestruar nga Serbia. Ende nuk është ngritur ndonjë akt akuz e as nuk ka hetime të përfunduara, thon ekspert ligjor për shpërthimin e mbrëmjes së 29 nëntorit të vitit të kaluar në kanalin Vargas të Zopin Potokut. Prokuroria speciale nuk ka treguar për Kosova Press se në cilën fazë ndodhen hetimet, për ka theksuar se prokurori kompetent është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore brenda afateve të arsyeshme ligjore. Pas këtij incidenti është bërë editur për hetimin e këtij rasti, që janë përfshirë edhe Byroja Federale e Hetimeve FBI. Për shpërthimin i Bërlepens janë arrestuar 10 persona e janë sekuestruar me armë ekskluziv. Kodit procedurës penale, bazë kodit penal Kosovë, së paku do të thotë janë 2 vite kohë për hetimin nga ana e prokurorisë, ka kaluar vetëm 1 vit, po me vetë faktin që kemi në paraburgim 2 veta, do të duhet që prokuroria ta trajtojë këtë rast me më shumë efikasitet, në mënyrë që të zbardhet epilogu i këtij rasti sa më shpejt që është e mundshme. Kosova Press ka pyetur ndërmarrjen publike i Bërlepens se a ka ndonjë raport përfundimtar për dëmin e shkaktuar nga ky sulm terrorist, por nuk ka pranuar përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli. Megjithatë, atëherë u tha se ishte rreth 400.000 euro. Dëmi i synuar që do të ndodhte sikur të arrihej ndërprerja e furnizimit siç ka qenë planifikuar, do të ishte rreth 2.5 milion euro vetëm në import të energjisë elektrike, të mos flasim për paralizimin e aktivitetit ekonomik, të ngrohjes për qytetarët, furnizimit me ujë e shumë shërbime të tjera. Ndërkohë, prokuroria akuzohet se do të duhej të jap disa informata bazike. Por deri më tash nuk kemi një akt akuz, domethënë nuk ka hetime të përfunduara, sa i përka hetimet janë në zhvillim e sipër dhe informatat me të mëdha rreth kësaj çështje pothuajse kanë munguar. Mbase prokuroria speciale do të duhej që të jep ca informata bazike, të cilat edhe nuk mund të cilat nuk do të kishin cenu hetimet, thjesht vetëm rreth veprimeve që janë ndërmarrë, edhe a ka pas diçka konkrete lidhur me kërështet e veprës penale, motivin e kryerjes dhe rrethana tjera të cilat janë të nevojshme edhe të domosdoshme që dihen për këtë çështje. Kanali i Bërlepens furnizon me ujë nga liçeni i Ujmanit, disa qytete të Kosovës dhe korporatën energjetike të Kosovës. Pas sulmit terrorist, ndërmarrja publike i Bërlepens ndërprerje ujin për disa orë për termocentrale. Ndërprerje të ujit ka pasur edhe në Mitrovic, Skënderaj, Vushtrri, Drenas, Fushkosovë dhe Obiliq.